Cilat janë sfidat që i ka një grua kur hyn këtë industri? Se perceptimi është se ma shumë është profesioni burrave. Është e vërtet. Si hyna, unë e kumba i thonë atje një shkollë në fillim, që ja fillon, si është një shkolla mesme me matur, në patunçmëri. Patunçmëri. Po, u konë 12-ën, do me thamë prej 12-ës deri tash unë punoj çdo vit në këtë patunçmëri, në këtë profesion. Po. Të them kështu, sfidat janë të mëdha si grua, sidomos në një vend ku më shumë dominohet prej burrav, sidomos unë punoj në nivelin shumë të lartë në patunçmëri, do me thonë shifrat me miliona. Unë përballohem me paragjykime, të themi edhe stereotipe, që lidhin me aftësinë e një gruaje, si është mundur që një vajzë ose një grua e re të ketë transakcione me një shumë të lartë. Nëse folim për një shumë të lartë, mendoj me 10 milion, 15 milion e ashtu më lartë. Okej. Do me thonë, mu ka du të njëtën me punu 2 herë ma shumë, që aftësitë e mia edhe kompetenca jem me arrit në atë nivelin që ndoshta arrit një burr. Okej, do me thonë, tashon mund të them që në Zvicër, për të njëjtën punë, burrat paguhen ma shumë, kam përshtypjen. Jo për punën tënde, po në vendet punës e din këto, e kanë llogari, dhe ju duket absurde ndoshta juve, po është kështu, do me thonë edhe atje paragjykohet roli gjinor. Është e vërtet që burrat paguhen pak ma shumë se gratë, por unë nuk po foli për atë temë, se është një temë shumë specifike, shumë tjetër, ka shumë gjëra që duhet të thuhen, por unë them vetëm besimin me fitu të klientat, nëse një femër e re, në moshën time për shembull, edhe në patunçmërinë në atë nivelin aq të lartë, duhet shumë e dëshmu vetin se sa një burr. Kjo është fakt. Kur ka qenë për ty momenti më i rëndësishëm ose suksesi më i madh që e ke pas, që ti e konsideron deri tani? Unë të më drejtë nuk e kam pas vetëm një sukses, unë kam pas shumë suksese në jetën time. Suksesi më i madh mendoj në jetën time është që e kam gjetë një industri që nuk e shoh unë si punë, por si një komplimentim i jetës time. Ajo është për mua suksesi më i madh. Tashun, po ta bëj pyetjen ma drejt për drejt. Cila shitja më e lartë që e ke bërë, pra që suksesin ta matim me shifra kështu? Okej, është 15 milion. 15 milion frank. Si e binde atë që ta bleni pranë 15 milion? Në fakt, unë nuk binde, ja fillon ato që nuk binde, por i shoh kërkesat e klientave, e pas anej ja tregoj pronën apo patunçmërinë që i duhet atij. Do me thonë, nuk duhet ma shumë bindje nëse ti i njeh kërkesat e klientëve aq shumë.